Festivali më genuin, do qërë, më i veçantë që ndodhë në fushën e polifonisë shqiptare të mbajtjes gjallë të saj. Është një dëshirë e madhe dhe një këmbgulje e barcave të shumëzëshit kombëtar tonin që e duan ta kenë festivalet e tyre në çdo krajinë, në çdo vend ku zhvillohet ky art i veçantë. Dhe kjo është një diçka e mrekullueshme, të cilët kemi të gjithë detyrime si qytetarë, si muzikantë, si çdo qofshim, që ta përkrajmë sa më shumë. Por, përveç sukseseve, përveç faktit që kjo është gjallë dhe do mbetet e tillë, ka disa probleme. Probleme të cilat kërkojnë një zgjidhje të shpejtë. Që problemi është ky, që kërkohet në radhë të parë që të përcaktohet mirë identifikimi i këtij arti politik, i cili në shumëzëshin e tij mbetet unik, duke menduar që janë gjithsej 3-4 kombësi në Europë edhe veçanërisht në Mezre që i zhvillojnë artin polifonik. Dhe këto kanë një diçka të tillë që e çuditshme është që ndodhet si ne në Ballkan që jemi unik, po kështu dikush tjetër në ishullin e Sardenjës, në Korsik, edhe madje edhe deri në gadishullin Iberik ka shenjë të polifonisë, të cilat kanë strukturë të përngjashme me ne. Kjo është e veçantë, po janë në dimensione krejt të ndryshme dhe baza e ndërtimit të intervaleve të tyre është krejtësisht e ndryshme. Atje ndikohet nga vendosja klasike, majore, minore, tek ne është në modet tona kombëtare. Dhe kjo është, si thuash, një specifik që gjithmonë kërkon të studiohet, të klasifikohet dhe nuk mbaron, pavarësisht kontributit të madh që kanë dhënë ata që kanë krijuar muzikologjinë e folklorit dhe identitetit tonë muzikor. E rëndësishme është një diçka tjetër, që duhet patjetër të hiqen disa mbi ngarkesa antishkencore që ka ndodhur me regjistrimin e saj në UNESCO, të cilat mojnë atë që është kryesorja, mojnë identitetin, sepse fakti që ky është një art që populli e ka kompozuar, si thuash, në mënyrë masive vetë. Zakonisht dihet një këngëtar popullor që ka krijuar, që shoqërohet, ndërsa këtu kemi të bëjmë me disa zëra që bashkë veprojnë vetë. Cilët janë ata komponentë antishkencorë që dëmtojnë polifoninë? Ato që dëmtojnë në kuptimin e klasifikimit të saj dhe në të kësaj është sigurisht problemi i parë, që nuk janë të rënditura sipas rëndësisë së tyre zërat dhe që origjina e saj kërkohet në ato drejtime në cilat nuk ekziston burimi shkencor, sepse nuk mund të merret për bazë mitologjia. Mitologjia nuk është shkencë, nuk është histori. Duke menduar që kjo vjen nga sirenat greke dhe të lashtësisë, kjo është një shpikje, nuk është një e vërtet. Nga ana tjetër, përveç saj, vendosje elementeve ku ju çfarë dëgjoni këtu? Ju dëgjoni melodinë. Dhe pastaj janë edhe elementet e tjerë polifonisë, duke vendosur elementin e fundit, që është më pak interesanti, siç është ai i isos, i mbajtjes i kësaj. Duke vendosur këtë të parin, këtu kemi një deformim të asaj që ka të bëjë me strukturën e kësaj. Është njësoj sikur të flasësh në fillim për themelet e një ndërtese, kur ti shikon deri majën e saj, deri në Tarac. Kupton, pra janë gjëra të denatyruar, të cilat çdo ditë që kalon rëndojnë ata që i kanë shpifur këto gjëra, edhe të cilët i mbajnë, si thuash, me ngurtësi. Nga ana tjetër ka një problem të madh. Vetë urbanizimi i shoqërisë së sotshme, vetë globalizimi, vetë kalimi i Shqipërisë në një fazë modernitetit strukturës së saj, krijon që të ruhet, sepse duke u shpërndar, duke shkuar një pjesë dikush edhe jashtë, të vendosura urbanizimi brenda disa qendrave, ngelen jashtë vëmendjes pikat ku kjo zhvillohet. Mua më ka bërë shumë përshtypje që ka ndodhur këtu edhe grupe të ardhur edhe nga imigracioni, si thosh, në vendet fqinje tona këtu afër, dhe cilët i këndojnë këngët tona
dhe polifonike i ruajnë atje ku janë në emigracion në mënyrë shumë sistematike dhe në kushte mjaft të mira. Këto grupe shpesher i mungon edhe një klub atje në lagje ku mblidhen edhe të këndojnë. Pra ka një nostalgji të brendshme që tregon se populli e dashuron këtë këngë. E ka krijuar kur e ka krijuar Edina i vet, e ka krijuar si ka krijuar dhe tregon ato që janë ngjarjet kryesore. Nga ana tjetër, ka nevojë edhe për një natyrshmëri. Ka ngjarje të përditshme që nuk vinë. Ka jubile personalitetesh jetës shqiptare, po themun si vjet ishte përvjetori Nën Terezës. Nuk dëgjojmë krime të reja burimore sensibël të kësaj natyre. Ose ka dukuri të jetës tonë të cilat meritojnë edhe, si thuash, që kënga t'i vej në lojë nga njerë, t'i bëj siç ka pasur gjithmonë edhe këngë humoristike. Pra tipologjia është varfruar. Kjo nga fakti se ka nevojë për një nxitje dhe frymëzim në këtë drejtim. Kështu që mendoj që në fazën e kalimit tashti në një periudhë tjetër të zhvillimeve tona shoqërore dhe kulturore, ka nevojë për një studim më të mirë dhe për të nxitur, jo në mënyrë artificiale, jo në mënyrë, si thuash, për të futur elemente të jetës programore tonën, jo në këtë mënyrë, po që populli me mençurinë e tij të trajtojë se atëherë ato bën dhe më efikase dhe atëherë edhe këto festivale do luajnë rolin e përmirësimit të etnosit tonë dhe të kulturës tonë. Kështu që mendoj që